Atëherë dashur ndëgjuam këngën Tattoo, këngën apo projektin më të fundit më të ri nga këngëtari Ylli Ajroja. Përshëndetje Ylli, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Përshëndetje Artemisa, më vjen edhe mu shumë mirë gjithashtu. Faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për të vëshenjen. Atëherë, pasi vetë dëgjuam këngën Tattoo, si fillim, le të diskutojmë pak fillimisht për të, pasi para se të kalojmë tek gjërat e tjera. Kënga Tattoo na ka ardhur tashmë këto ditë fund na është publikuar apo jo? Ka dejten, më duket. Ishte në plan, ishte diçka spontane, dua flasim pak ndoshta mbi procesin e krijimit së pari. Procesi i krijimit atëherë punoj vetë në studio, edhe është një këngë, të cila veç bitin e ka të bëjë me për 10 minuta, më duket. Do të thonë kënga komplet është shkruar për gjysmore me gjithë tekst, me gjithçka. E kom release një herë vetëm në Spotify. Mas në tu e një ma shpesh, mu të ke arsyeshme m'ja bëj edhe një klip. Ka pas shumë sukses, do me thanë pas një reklamim pas gjë, ama ka hyp vetë Kur e publikove në Spotify, sepse nuk është projekti yt i parë, është projekti i fundit, më thonë ke pasur projekte edhe më herë, dhe ti vetë se mirësh me muzikë, ke pasur edhe performanca live, unë dëgjua ndoshta nga audienca jote, unë dëgjua nga ndjekësit e tu, unë dëgjua nga të tjerë ndoshta që t'i japën komente dhe sa do pak e solli punën, le të themi që të na vijë edhe me videoklip. A din se Spotify hala nuk është shumë in në Maqedoni ose në Troje, po ka pas suksesin e vetë aty, ama ma shumë rreth i shoqënisë së pam të arsyeshme edhe njerëz që punoj, me bëu edhe një spot për to edhe me pas pak ma interesant, se veç ashtu me lënë me audio. Me audio. Thua, na u përfundua e gjitha për gjysmore apo jo? Po. Do të them vetëm pjesa e beatit, tekstit edhe këndimit është përfunduar për shkak. Mos ne ka marrë procedurë me mix, master edhe punë tjera. Po erdhi për gjysmore si, domethënë ishte diçka çka të shtyu ndoshta ta injizoj apo ta bëje si këngë. A din kjo është një stil afrobeat, edhe gjithë kom pas shef me punun që drejtim se është in moment, edhe kjo vetë është diçka spontanisht kështu turni, tupa, tupo, ka pak. Është diçka që do vazhdosh ta eksperimentosh ky tip zhanri, ky tip beati apo? Nuk e di. Ka pjesë. Vetë të shihet. Po, varet shijes. Po, pse ky titull, pse ky tekst? Apo zakonisht janë këto lloj këngësh pak që ndoshta e prekin më shumë njerëz. Kjo lloj tematika. Për pjesën e tekstit, me ta thënë nuk e di veç ashtu na u lidh. Kom qenë me një shok timi shumë ngushtë që punojmë bashkë muzikë. Edhe veç ashtu na u lidh si mazvjes melodike edhe në qatë stile majtëm, do më thënë. U përshtatet thjeshtore. Erdhi momenti ta sjellësh me videoklip apo jo? Po. Na thuaj pak procesin, se kush e bëri, nga kush na vije videoklipi, ku u xhirua dhe sa të lehtë ke ndoshta. Atëherë ky klip është bë prej kompanisë Blink Creative, është një vajzë e Kërçovës që është me të vërtetë, do të them për ka pjesa e punës vete që bën është shumë talente. Edhe ma ka lehtësu se me gjithë shka mrena klipit është marrë ajo. Do të thonë, unë kom pas nevojë veç me shku edhe më xhiru aty. Për pjesën tjetër gjithë shka ke menu me pisaj, edhe ka punu mirë edhe shpejt. Një lehtësim besoj për ty, pasi që gjitha punët e tjera i mbaron vetë. Apo jo? Për produksion, po. Ke studion tënde. Po. Si shkon kjo pjesa tashmë? Ke studion tënde që tashmë e ca vite? Kom nisë që shumë i vogël, më punu në studio, po normalisht ajo është me proces, që ditë mëson diçka ma shumë, varet veç a ke kohë mirësh me ta. E kom nisë ma shumë për veti, edhe pse tash kom fillu me bo ka pak muzikë edhe për artista tjera, ma në Maqedoni hala nuk kena që si artista shumë që ati zhanri, ose ka, por rrim pak ma në sheft, si di që me thanë. E kom plan përveç studios, me hap taman një label, edhe me më dhonë mundësi për krejt, besoj sa është ma mirë. Kur thua të këtij zhanri, do përcaktohesh me një zhandër apo në përgjithësi do në përgjithësi të muzikës moderne. Muzikës moderne, okay. Po. Do të thonë, kushdo që të jetë i muzikës moderne, qoftë pop, rock, R&B apo këto zhanre, do të thonë ngërshëtime të modernës mund të drejtohen tek studia, apo studio në agjentet në Kërçovë. Po. Mentalisht. Se do ju jeni nga vetë qyteti i Kërçovës. Kthehemi pak tek kënga që ndëgjuam. Është një nga këngët e tua të preferuara deri më tani apo ka qenë, që tash i kom qitë edhe 2 projekte të reja. A din
Sa ma shumë punon, diçka ma shumë son. Në stop mundohesh me bo përmisime, kohës fundit jo marrë ma shumë si vijat melodike, edhe te këngat atu vija melodike ka dalë shumë e veçantë, do me thonë taman është e stilit vetë. Ashtu kam këngën Fotot, ajo është një këngë cilën e kom nisë para një viti, a e kom baru para një muji. Nuk kom punu në stop në tokë, ka net në pauzë projekt, për gati një vit, që veçin atu e pa, po. Edhe se ti edhe këtë e pashtë Se ndejti pauzë Fotot, po thuaj se një vit? Adin, këtë nisa pak para verës, edhe s'mu duke arsyshme tash verës me punu në të, se shumë, është diçka si tip R&B ballat, ma shumë, s'pëtishme ta... Edhe nga vetë videoklipi duket më eftot. Tym. Edhe qëtash e kom edhe projektin në Tranon, edhe që ato e kom release, veç me disa skena interneti, spotin do me thonë e kom mund të krit vetë, qështu veç të netë. Edhe që kjo është? Kom projekte plot të reja, kjo është në Tranon. Ishin, sepse okej, Fotot kishte një vit që po punoj, po mendoj. Po tani erdhi dhe kënga në Tranon, apo jo? Dhe tash me fundit kemi tatu. Ishin vetë të gjitha në kokën tënde, apo thjesht janë inspirime të qastit? Apo në ndjenja të qastit? Kënga tatu të thash, fillova një kohë me ngu shumë afrobeats, edhe diçka hinë në vibe temin, shme thonë. Edhe pashtë është ishme veç me provu, se disha që del qaq, mirë, se një me ka da shumë mirë edhe shumë profesionalisht, ama më pëlqen, do me thonë që stil është pak i qetë, shu. Edhe stil, diçka që do duhet të eksploroj më shumë tek ne, mendoj, diçka pak më ndryshme. Afrobeati veç ka nisë mu hargju, do me thonë, e pati periudën e vetë pak të shkurt. Pak të shkurtër? Se është gati një, Afrobeati ka drumsat e vetë edhe ekipa tjetër me punu në qatë stil. Po, mundesh me ndru bashkë që shdojnë. Apo të eksperimentohet me ndonjë gjë me të, që për ta bërë pak më interesant, apo për ta zgjatur pak si periudhë. Kjo kam me zgjatë se muzika e Afrobeatit është nice, adin është vibe shumë, po nuk e di sa. Sepse thash është stili njët. Është edhe Afro House-i, cila për shtatet pak a shumë vetë se ka tempo ma të shpejt. Ama artistat, sidomos spanjoll, shumë e përdorin Afrobeatin. Por tek ne? Gjuhau shkon ma shumë për to. Tek ne tashmë ca ka nisur. Nga pak. Po, nga pak. Dhe çfarë shtyu, sepse deri me tani të gjitha punët e ke përfunduar vetë, duke pasur parasysh edhe videoklipet dhe gjithçka tjetër. Çfarë shtyu që më në fund të bashkëpunoje me dikë, do të thënë, sa i përket videoklipit? Për pjesën e klipeve më përpara edhe tash, do me thonë, por në halaun me to, po vetë që dështa me provu diçka tre me Donën. Kom punu me FMX Production, edhe me ato e kom kalu shumë mirë. Mundohem, si të thomë, gjithka nga pak, veç për prova ma shumë, sepse është gjithka me fat ma shumë, nuk i dihet kur që shka me hecë. Nuk mund është me ditë kur që e pëllqim publikut, me në unë. Deri me tani komentat, nga gjitha këto 3 projekte që përmëndem? Të mira. Te unë kanë ardhë direkt mira, zë njerëzit që thonë. Po kërkohet më shumë tashmë, po kërkohet ndoshta edhe projekte të tjera nga ty. Sidomos pas publikimit të këngës së fundit, sepse e di që kënga e fundit vërtet ka bërë buj dhe me sa kam parë unë dhe ndjekur, ka pas shumë pëlqime. Po e shoh se edhe pse është shumë, do me thoni ka një 7-8 muaj që e kom release edhe në Spotify, aty e ka marrë prapë si për fillimi atë pjesën e shikueshmërisë. YouTube i ka mirë viewsat, thash pas një reklam veç në mënyrë organike të vetën e ka bërë kretat. Ama mirë është. Do kemi, apo kemi vetë se projekte të tjera? Kam gati dikunke 5 projekte të reja, edhe e kom në plan mi release, mrena 2-3 mujve, se di rendi që shkam i shku, edhe është një këngë me një Gjermane kom punu, faktikisht është shqiptar po jeton në Zvicër, edhe të shofim si do vi rendi një nësë një tjetër. E çfarë stile janë këto? Kjo me Gjermanin është stil old school diçka, 50 Cent, Timbalandi është një për producentave që kom pak ma favorite, është shumë nice. Ka atë botën e vete edhe kom shku pak stilin e ati, më pëlqen me produs si aj. Do kemi edhe rap të përfshirë, apo do jetë hip-hop të përgjithësim shu? është si hip-hop me këndim diçka, unë si jam bash në rap, tamam, kom që vinë melodike me pas pak ma të luatshme. Do na vije kjo e para? Apo pritet na vije, se the do besoj që po, do të thonë do vinë kjo pjesa old school, sa Alaska emën, ama ta shohim si dihet.
Videoklipat? Edhe fotot u kanë plan me ardhë, po ta ka ardhë shumë vonë. Por që erdhi pas një video. Fotot ishte kënga e parë në përgjithësi jote apo kishim edhe projekte të tjera para? Jo, kam pas edhe projekte të tjera para asaj. Faktikisht projekti i parë kam qenë para 2 vitesh, është quhet Për ty. Masni kom punu në Kosovë një muzikë te studio e Bucit, TikTok Muzik. Ajo ka emrin Gabim Fatal, edhe është pak si old school, është nice. Masni në kanë ardhur ta projekte të tjera, që kom punu vetë në përgjithësi. Do të rikthehesh përsëri old school. Se di, kjo nuk i di. Si nisi i gjithë rrugtimi? Nisi nga vetë fakti që kishe një studio, hape një studio dhe the ta provoj edhe vetë si këngëtar, apo... Menon për fillimit muzikës? Po. Thash, kom nisë më marrë shumë i vogël, të pa internetit ma shumë. E kom instalu kod programin, e kom pas vesh një laptop të prish. Edhe masnina të përparu të shtuka pak. Po si këngëtar, kur vendos se ta provoj edhe pse? Për këngëtar, gjithë kom pas qef me provu diçka pak ma interesant. Do të thonë me kriju pak se një stil timin. Po, qëto 2 vitet e fundit e kom marrë pak ma për afer me shkun që dritin po. Do të shohim tutja si këngëtar apo më tepër si producent? Si djetë, thash kjo është çështje fati ma shumë. Çështje fati. Po ku e preferon ti vetën? Si këngëtar, si këngëtar ma shumë. Po që edhe puna e producentit do Puna e producentit e bëj me qef. Kur thua si këngëtar, edhe ke studion tënd, mendojnë ndonjëherë të bashkëpunosh edhe me të tjerë apo ke vendosur që gjitha ti mbarosh tash tutjeve, qoftë beat, mixing, këndimin, tekstin. Unë kom qef bashkëpunimin me krejt, veç varet apo shtatet zhanri, mendimi, a unë jam open për gjithçka. Po ashtu studion dhe audio production në Prishtinë, po si po ecën kjo pjesë, a dhe sa faktikisht ndihmon edhe në aspektin e studios edhe këndimit? Pjesa e studimit audio production më ka ndihmu për shkak profesorave të mirë që i kam profesor Gjevdet Gashin, i cili është me të vërtet ka kriju shumë hite. Po ma shumë të t'jesh vetin, se nuk ka asnjëherë një rregull muzikë që kjo është dhe mbaron gjithmonë që shenin vetë mas miri. Sidomos tek muzikë, tek zhanret e reja, apo tek gjithka. Moderne dhe kontemporanja është pak më e lehtësuar, pak më e lirë. Po, prap s'ka rregull. Ke pasur edhe performanca live apo ja? Po, kom qenë verës në Park Festival, në Gostivar. Kam pritë shumë mirë. Si ishte? Edhe çka performove? Ishin vetëm projektet të tua apo kishim edhe të tjera? Vetëm të mia, kom performu. 2 projekte, Gabim Fatal këngën edhe Zhuli me Zamament. Aja kalova shumë mirë tu. Nime ka pas shumë njerëz dhe ke gjithçka shumë nice, edhe mikpritja ke shumë mirë. Ishte performanca jote e parë para njerëzve apo ja, apo kishte edhe të tjera? Gati mund ta çush pak të parën më të madhe. Paktën me një audiencë më të madhe, po. Kjo me një audiencë më të madhe. Edhe si ishte, e kuptoj që të pritën mirë, po ndjenja jote, si ishte dalja kështu para një audiencë, dalja parë në skenë, performimi, diçka që të shtyn ta bësh më tepër, më shumë, apo pak më me stres? Adin, unë nuk është që kom përdor skenën si solo artist që ka të shumë, po çdo herë më duket sikur është hera parë. Se di, edhe kretë e thonë gati këtë gjë shumë interesant. Ke vetë besim, ama kur hy pa të nalt pak. Ashtu po. Ndryshe është puna. Po. Kishe komente apo të thanë diçka gjithë që të kanë përcjellur apo ishin me ty ndoshta ose njerëzit pas performancës? Komentet mira po. Ka pas shumë njerëz edhe për vendit tem aty, edhe kom pas këto komente nice. Mirë ka qenë gjithçka, nuk kom pas ndonjë vrejtje shumë të madhe. Vrejtjet e vogla i pranoj. Kemi pasur ndonjë vrejtje të vogla? Ka pak. Si për shembull diçka që. Pse di. Po si të qoftë kanë ndihmuar të bësh, besoj artist më i mirë, po për herat e tjera. Performancat live janë diçka që duket se i shijon dhe do të doje të bëjë më shpesh, po? Jo. Performanca live si në qitrasë në koncert, po, ama performanca me kënu live nuk është se jam aq fan se unë thash punoj me studio. Na në studio autotune kena. Po, para pëlqen më shumë do shta ti incizosh këngë fillimisht, ti masterizosh të temi dhe pastaj të ndëgjoj publiku. Çfarë e kuptoj më thej që është punë fati edhe paka shumë edhe preferencas, por gjithsesi çfarë presim tutje, domethënë si një, le të themi një plan paka shumë apo një të ardhme, çfarë mund të presim, çfarë do shohim? Po më shumë thash kom në me punu si solo artist me bashkëpunime me kësaj ende, po
prap nuk i dihet asaj. Studion nuk e la. Ajo më pëlqen me bë tamam gjej. Është një vend që më shkon kohë shumë shpejt. Sa kemi pasur diçka, thej që ke bashkëpunuar me artista, po përafërsisht kemi pasur ndoshta diçka projekte të ardhura nga ty. Kur thua studio, ka ardhur edhe muzika bërë nga ti apo teksti apo gjithçka e kam krijuar. Edhe për artistat e tjerë. Po. Në studio faktikisht jena si një tim i vogël, jena 2-3 veta. Thash, kam edhe do shok që punojmë diçka bashkë, ama prap del nalë se ato edhe s'kan shumë të shef ashtu. Ama i pranoj gjithë ideat e atyve se janë shumë në këtë pjesë. Tek ty personalisht, po edhe kur punon për të tjerët, po edhe për vetën, cila ndoshta nga pjesë që i bën të vije më me qejf edhe cila më pak, ndoshta flasim tekst, shkrimi, flasim beati apo krijimi pjesë melodike dhe gjithçka tjetër, mixing. Nëse të pëlqen first melodia e projektit, nëse del melodia e parë mirë, atëherë vazhdon gjithçka me qejf. Nëse dëshpron ajo, e fshin krejt. Ka ndodhur ndonjëherë fshish komplet? Për ditë. Nuk është se ajo është diçka që të vjen vetë. Edhe pastaj duhet nisësh gjithçka nga para. Po. Të ka ndodhur edhe në projektet tua personale, besoj. Gjithka. Po tek sa je i hapur, le të themi tek bashkëpunimet, flasim për artistat që vijnë tek ty në studio për t'ju bërë këngën. Sa je i hapur ndoshta me bashkëpunimet të tyre apo idetë të tyre ose dëshirat e tyre? Kërçova një vend shumë i vogël, që thash, edhe nuk është se ka që shumë artista të ri. Po, që kush që vjen është i mirë prit, se unë e di që është me pas studion që aty afer, adin, si ma përpara, nga ka dash me shku shumë larkë, për me një që studi qka ose ku e di. Edhe e mirë pres ideja të kredive, po prap mundohemi të qka ma mirë. E kjo atë stilin tënë gjithësësi që mundohet të arruash. Bashkëpunime personal, dhe më thonë, flasim tani në aspektin tënë personal, si këngëtar, do bëje duete, do bëje bashkëpunime, është diçka që do preferoje ta bëje? E preferoj, nuk është nuk e preferoj, është bashkë pjesë interesant, po hala nuk kem qatë fazë që mund me zgjedh me kënë me bo duete, ose mos me bo. Gjithësësi, bashkëpunimi i parë, është ky që do na vije tani, apo projekti radhës. Atëherë, unë uroj vetëm suksese tutje, jo vetëm në këtë projekt, po në gjithë shka tjetër, të falenderoj që gjete kohë dhe mundësi tjerë së me ne, vërtet shumë knaqësi që të kisha. Faleminderit edhe ty për mikpritjen, stafi ke shumë perfekt. Faleminderit. Falenderoj edhe një herë dhe shumë suksese këngës tatu dhe gjitha projekteve që do na sjellësh dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera suksese. Shpresoj, sa më shpejt. E dashur të dashur, unë do ju lë dhe për sot duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.